Me një protestë dhe duke i kthyer shpinën deputetëve dhe qeverisë në shenjë revolte për shkak se paga minimale nuk u rrit në 500 euro, lidhja e sindikatave të Maqedonisë shënoi 1 majin, ditën e punës. Të parët që i kritikuan ishin deputetët të cilët nuk duan të ndryshojnë ligjin për pagën minimale dhe ta bëjnë atë 500 euro, në vend të 400 eurove sa është aktualisht, të cilët marrin shuma të larta për shpenzimet rrugore dhe rritje të pagave të tyre prej 75%. Luksuzot vaše od trudot naš. Ве молам, макар и символично, да им го завртите сите грбот како што им го вртам ја, за да почувствуваат како е кога работник ќе ви заврти грб. Kolona e punëtorëve të pakënaqur u zhvendos nga përpara ndërtesës së LSM-s drejt parlamentit, odës ekonomike dhe përfundoi para qeverisë. Udhëhecit sindikal që janë pjesë e sindikatave të degëve të LSM-s, si dhe disa udhëheqës nga sindikata të tjera që mbështetën protestën, i dërguan mesazhe të forta qeverisë, deputetëve, punëdhënësve si dhe pronarëve të kompanive. Овие позади ќе го поправам колегата, не се работодавачи. Овие се газди бескичменјаци кои што 30 години ни ја пијат крвта со памукче и на кои што 500 евра за нас е многу, а сега у Грчка да викен 5000 евра им се малку. Ова не е за УА, ова е за секој ден, цел ден да сме тука на улица додека не ни покачат плата. Ме радува овде што има доста млади синдикалци и што верувам дека во наредниот период ќе ја продолжат нашата мисија и ќе бидеме тоа што сме на ниво како до сега. Затоа уште едно голема уа за овие работодавачи да се знае кој е во оваа наша напатена Македонија. Уа! Уа! Protesta përfundoi para qeverisë, ku u kërkua rritja e pagave minimale, respektimi marrëveshjeve kolektive dhe rritja e të gjitha pagave për 100 euro, u kërkua dhe kthimi kompenzimit për ushqim dhe transport, njëjtë siç marrin edhe deputetët. Nga LSM thonë se nuk heqin dorë nga kërkesat e tyre dhe nëse nuk plotësohen ato, do të ketë edhe protesta më masive. Në protestën e sotme nuk ishte sanduiç për të pranishmit, gjë që pritej, për shkak se dje sanduiçet u paralajmëruan nga antarët e Konfederatës së Sindikatave të Lira, por ata nuk ishin prezent në protestë.